Është e qartë që ka goxha gjuhë të rënduar politike ndërmjet palëve të kundërta politike. E ndonjëherë ka batuta që edhe janë të pranueshme dhe sepse i shikojmë edhe në perëndim batuta apo shkëmbime batutash, por ajo çfarë mund të bëhet shqetësuese është agresiviteti i vërtet ndërmjet palëve, pasi kundrejt njëra tjetrës, sepse nëse do të kemi një agresivitet ekstrem, nuk është një klimë e mirë për procesin zgjedhor dhe sado arbitër i Zot ti jesh, nuk kontribon për mirë, të paktën edhe në perceptimin e njerëzve për standardin e procesit zgjedhor. Për fat, nëse mund ta them kështu deri tani, ne si institucion, KQZ ka një raport shumë të mirë me të gjitha forcat politike në kuadër të mbarvajtjes të përgatitjes së procesit zgjedhor. Ka kritika, të themi, por deri më sot unë nuk kam identifikuar si thua qasje për interesa politike në qëndrimet që forca ndryshme kanë kundrejt KQZ-s. Çfarë kanë thënë e kanë parë konstruktive për të përmirësuar administrimin e procesit zgjedhor. Deri tani kështu janë gjërat. Po, le të shpresojmë që do ta ruajmë këtë frymë agresive po korrekte. Paktën le të jetë kjo shpresa. Vim te tema sigurisht zoti Celibashi, vota e diasporës. Se nuk do të marrë njërë seriozisht se çfarë thon palët kundrejt njëra tjetrës, përfshi këtu edhe leadershipet përkatëse. Një metaforat që përdorin apo alegorit. Kam përshtypjen se aty është pjesa më e keqe kjo metaforë. Edhe në perëndim po të shikosh ka gjëra të tilla. Ja shiko fushatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse aty shkoj për kokë. Mohabetit se na fal zoti Celibashi, po i fishkëlleu plumi ke veshi ti zotëri. Po flas për akte të tilla, po gjua që zgjedhjet e 2020-s atje po hetohen aktualisht. Janë në proces hetimi federal. Po. Kështu që ndoshta ne do e kemi fatin të jetojmë në një nga këto proceset që kemi kaluar, po. Jo, kisha fjalën ndonjëherë retorika ka dhe ato rëndësinë e vet, por duhet të shikojmë tej retorikës. Po, çfarë ngjelet me letra sigurisht. Dhe ajo që ngjelet me letra është fakti që këtë herë për herë të parë në 11 maj voton diaspora, votojnë shqiptarët kudo që ata ndodhen nëpër botë. Jam në dilema të forta tani me pyetje thelbësore apo të qëndrojmë pak në elegancë, sidoqoftë unë duke qenë se edhe për dashurinë ndaj publikut duhet pyes cilat kanë qenë vendet më të çuditshme nga keni parë aplikimin. Se e dinim që Greqi, Itali do të ishin kështu masive, por ju deklaroni që ka 102 vende që janë regjistruar shqiptar, 102 shtete ku ka emigrim shqiptar. Ka në vend në ishull që edhe juve e kontrolluat dhe njëherë emrin nëse ishte i saktë apo i atij vendi? Po, i kemi kontrolluar të gjitha një për një dhe që në kryeterë sepse pam që në ditët e para të hapjes së këtij procesit kishte kërkesa nga këto vende të çuditshme si ishulli i njeriu që i thon ishulli Shën Helenës, Antigua dhe Barbados, Afganistani, kur pam atë nga Afganistani, nga territoret palestineze. Dhe çfarë këta janë qytetarë të zakonshëm, korrespondent? Po, është sigurt sepse nuk e dim se çfarë përfaqësojnë atje, çfarë punë bën, po janë me fytyrë, me dokumenta, janë njerëz real, janë shqiptarë sepse janë në regjistrin